Partia Demokratike dhe Aleanca e saj janë një aleancë konservatore, e cila kanë themel të saj vlerat tradicionale të njeriut, diteti njerëzor, lirit e tij, pronën, besimin tek Zoti, adhetarin. Ne besojmë fort se vetëm duke u bazuar në këto vlera mund të ndërtojmë himarën madhështore, Shqipërinë madhështore. Mund të ndërtojmë himarën e ëndrrës së bukur të bijve dhe bijave të saj. Sot në Shqipëri ka ligje të cilat janë një kopje e ligjeve të 46. Edi Rama ka krijuar një agjensi në të cilën ka vendosur si pronë të gjithë territorin e shtetit shqiptar. Ka vendosur aty një zëdhënëse, një lubi tjetër, si lubi Ballukun. Po, dhe ajo ka autoritetin të bëj ç'të doj me pronat e shqiptarëve, në Himar, në Vlorë, në Lurë, në Berat, kudo në Shqipëri. Pra, kjo është e vërteta, kurse ne zotohemi se do të respektojmë pa prekshmërinë e pronës, do të rikthejmë pronën në çdo rast